Një qytetare nga Shkodra është një lidhje të drejtë për drejtë, ajo quhet Albana Stanka, e cila do të parashtrojë problemin e saj në lidhje me pronën. Albana, të falenderoj që e pranuat ftesën tonë. Faleminderit juve. Do na shpjegosh për çfarë bëhet fjalë, cili është problemi juaj me pronën? Atëherë, problemi im është që prej gati 2 vitesh, në fakt, aq sa jam drejtuar edhe në një emision investigativ, nga i cili mora një të katërt e zgjidhjes mbase. Problemi është në Shkodër, në rrugën Hamskazazi, Parruc, ku aktualisht restaurohet kjo rrugë nga një projekt i fundit i Bashkisë Shkodër. Në shtëpinë time aty ku unë banoj, ku jemi 5 bashkëpronar, njëri nga të cilët ka bërë një ndërtim kunaligjshëm. Morëm në fund me anë të emisionit, në fakt, nxorëm edhe vendimin e prishjes së këtij ndërtimi pa leje, pasi i cili nëse unë kam bërë disa ankesa, në fakt, edhe nëse unë nuk do të insistoja deri në shqyrë që kemi emisionet të tilla, unë nuk do kisha marrë kurrë një zgjidhje. Të ndalemi një sekond këtu. Në momentin të ndalemi që ta parashtrojmë problemin siç duhet. Në momentin që njëri nga bashkëpronarët bën një ndërtim në truallin që juve e keni të përbashkët, po. Në fakt as bashkëpronar nuk është. A dorëzohet një leje nga pjesa tjetër e pronarëve? Absolutisht jo. Nuk ekziston një leje. Me kokën e vet, edhe me mbështetjen e dikujt nga ana e bashkisë, mendoj, pasi bashkia po bën gjithçka për evitu këtë ekzekutim vendimit të prishjes. Vetëm po na sorollasin, po na bëjnë të humbasim kohë edhe durim. Juve jeni bashkë me 3 bashkëpronar të tjerë, bie? Me 4, po. Po, që prekeni nga ky ndërtim? Po, që në fakt ky personin fjalë nuk është as bashkëpronar, sepse bashkëpronar është halla ime, por cila është ndoshta dhe pa vetëdijshme aktualisht, edhe kjo është arsyeja i cili po bën veprime të tilla. Ky është Dhëndri Hallës, burri i vajzës Hallës. Do të thënë, burri i vajzës Hallës vjen edhe bën ndërtim pa ju pyetur fare juve. Po. Ky është një ndërtim që e ka lënë gjyshi juaj në trashëgimi me sa informacion kemi marrë. Po. Dhe është një shtëpi e ndërtuar që në vitin 1992. Që unë mendoj që të tilla ndërtesa të ruhen sa më shumë e jo të prishen. Aq më tepër aktualisht që po zhvillohet edhe projekti i restaurimit, ne jemi për të rregulluar, nuk jemi për të prish, sidomos ndërtime të tilla që është ndër shtëpiat më të vjetra në Shkodër. Çfarë ka ndërtuar ai? Çfarë ka ndërtuar? Ai në katin e tretë ka marrë sipërfaqe edhe vllim, duke bërë një si papafingo. E jo vetëm, por dyshemeve ka hap me shtimin e disa hidromasazheve, gjatë që kjo shtëpi, gati 100 vjeçare, nuk s'ka asnjë arsye për të majtë të tilla pesha në korris. Sepse, siç thash edhe më tepër, ky ndoshta është edhe debolesa e dikujt aty brenda bashki, që po bëjnë të pamujtunen me evitu ekzekutimin e këtij vendimi. Arsyet janë 2, ose një sigurim përderisa jena në afërsi të zgjedhjeve, mund të jetë një sigurim i votave sa më shumë, ose edhe nga një anë tjetër, siç dihet, dikush është vlej se arsye tjetër nuk ka. Kam shkruar edhe kryeministrit vet, pasi shkruaj të tilla ankesa, më vijnë përgjigjet dhe çdo përgjigje që më vjen me një datë të ri ekzekutimi të këtij urdhri. Por vjen policia, madje edhe policia e shtetit në bashkëpunim me IKMT në Shkodër dhe bën një si tip show
aty në lagje, në qendër Po. Shkodrës, edhe ikin, edhe Gjoja nuk ka akses. Ndërkohë që aty ditën e ekzekutimit vjen edhe person i kundërvajtësi, edhe vetëm qeshin, siç duket debulesa e dikujt aty në bashki. Dhe asnjëherë nuk ekzekutua vendimi për prishjen Asnjëherë. e këtij ndërtimi që po rrezikon komplet banesën tuaj trekatëshe. Banesën gati 100 vjeçare, sepse ajo ka fillu me ra nga pak, dihet, në vend që të kam pyetur edhe për projektin, pse nuk restaurohet edhe kjo, përderisa rruga Hamskazazi është në restaurim. Siç duket, aty ka diçka që nuk shkon, edhe e kanë kalu sepse do ta ketë marrë përsipër kundërvajtësi dhe bashkisë, do ta ketë marrë përsipër një gjatë tillë. Me marraj me rregullu, ndërkohë më lejoni me bë një gjatë paligjshme. Aha. Edhe një pyetje të fundit, juve po ndiqni rrugët ligjore sigurisht, mendoj se keni marrë edhe një avokat që ju përfaqëson. Si do vazhdoni? Patjetër. Do të vazhdoj me denoncimin, tashma do të bëj denoncimin IMT-s Bashki Shkodër, pasi nuk e ekzekutoj këtë vendim, edhe këtu është një shkelje do ta kaloj direkt në prokurori dhe në SPAK. Do ta çoj çështjen deri në SPAK. Nuk do të ndalem sepse unë mendoj që të jem shembulli më i mirë. Jo vetëm për fëmijën tem, por gjithë fëmijët, sepse duke pas edhe profesionin mësuese, du me dhanë gjithmonë një shembull të mirë që me njek drejtësinë edhe mas me shkel asnjëherë ligjin. Mendoj se ju flisni edhe në emër të personave të tjerë që janë bashkëpronar me ju, se nuk jeni vetëm, apo jo? Po, patjetër. E qartë, mirë, unë shpresoj shumë që Bashkia e Shkodrës të reagojë mbas neve të publikojmë këtë intervistë, edhe mos të loj situatën të shkojë deri në SPAK, siç e thatë edhe juve. Në rregull, na mbani të informuar se si do vijoj situata. Faleminderit. Ju falenderoj nga zemra, ju jam shumë mirënjohëse. Faleminderit, Albana, mirupafshim. Për gjithçka. Tantë mirat.